Kiara Tito ka qenë e ftuar këtë pasdite në Top Albania Radio, ku ka ndarë për herë të parë disa të reja shumë të bukura për një nga projektet më të përfolura të momentit, një film romantik në të cilin ajo do të luajë për krah bashkëshortit të saj, këngëtarit të dashur për publikun, Louise Ailey. Gjatë intervistës, Kiara ka treguar se projekti tashmë ka nisur dhe se ata ndodhen në fazat e para të xhirimeve, por entuziazmi dhe dëshira për ta realizuar këtë film sa më shpejt janë shumë të mëdha. Me buzëqeshjen karakteristike dhe modesti, ajo është shprehur se, po, kemi nisur një projekt të ri. Është një film me natyrë romantike, një histori dashurie që do të përcjellë emocion, ndjeshmëri, por edhe shumë dashuri në ekran. Dhe është një histori që, në një farë mënyre, prek dhe frymëzohet edhe nga eksperienca jon personale. Moderatorja e njohur, e cila prej muajsh ka fituar zemrat e publikut si me praninë e saj në ekran, ashtu edhe në jetën e përditshme përmes rrjeteve sociale, tha se bashkëpunimi me Luizin është një sfidë e bukur dhe një përvojë që po e shijojnë shumë të dy. Është hera e parë që bashkëpunojmë në këtë format dhe mund të them me bindje që ndjesia është shumë e bukur. Ajo tregoi gjithashtu se xhirimet po zhvillohen në disa ambiente të zgjedhura me kujdes për të reflektuar atmosferën e ndjenjes që duan të përcjellin tek publiku. Edhe pse nuk zbuloi shumë rreth skenarit, Kiara la të kuptohet se ngjarja do të jetë e thjeshtë, por prekse, një histori që i ngjan realitetit dhe që ka për qëllim të afrojë njerëzit me ndjenjen e dashurisë dhe mirëkuptimit. Publiku ka reaguar menjëherë pas intervistës, duke shprehur padurim në rrjetet sociale për të parë filmin e shumë pritur të çiftit më të dashur të showbizit shqiptar. Ky projekt pritet të jetë një sukses jo vetëm për përmbajtjen, por edhe për emocionin dhe sinqeritetin që transmetojnë Luizi dhe Kiara. Ata kanë treguar tashmë që janë më shumë se thjesht një çift televiziv, janë një histori e gjallë dashurie, që publiku e ndjek me dashuri, kurreshtje dhe emocion. Kështu, ndërsa data e publikimit ende nuk është bërë publike, një gjë është e sigurt, kur të dalë në ekran, ky film do të jetë shumë më shumë se një projekt kinematografik. Do të jetë një reflektim i një dashurie të vërtetë, i një udhëtimi të përbashkët dhe i një sinqeriteti që rrallëherë e sheh në ekran. Dhe siç e tha vetë Kiara, është vetëm fillimi.